Diskutojmë situatën politike në Shqipëri në prag të zgjedhjeve të 11 majit. Kam të ftuar Agim Baçin, kolegë gazetar analist, për të ndihmuar për të kuptuar më shumë dinamikat politike, situatën parazgjedhore në dy kampet dhe në dy forcat më të mëdha politike, atë të Partisë Socialiste dhe atë të Partisë Demokratike. Falenderoj që je sot me mua. Mirë se t'jeta. E nisim pak me sistemin zgjedhor me listat e hapura dhe të mbyllura, po duke marrë shkas edhe nga mbledhja e fundit e kryesisë së Partisë Demokratike, ku Sali Berisha deklaroi që do të jetë aleanca për Shqipërinë madhështore, ku do të përfshijë 25 parti politike, ai e ka quajtur këtë një avantazh. Si e sheh, Agim, është avantazh apo një disavantazh i Partisë Demokratike, apo tregon një dobësi të saj bashkëpunimi me kaq shumë forca politike për të ofruar një alternativë opozitare? Zoti Berisha ka gjetur një fjalë që thotë avantazh, në fakt është detyrim, për shkak të sepse kodi zgjedhor e detyron forcat politike që të bëjnë një koalicion shumë të gjerë, sepse i detyron në mënyrë të tillë që po të dalin në vete, nuk arrin dot të bashkojnë votat pastaj. Domethënë, edhe kështu që unë mendoj që ato parti që ka bërë, në fakt ka bërë pak, sepse ai premtoi që do bënte bashkë gjithë opozitën, dhe në fakt duhet kishte bërë bashkë gjithë opozitën. Nëse të kishte treguar lojalitet me propozimet, me ato që do të ofronte. Megjithatë ka bërë bashkë 26 parti, bashkë me PD-ja dhe 25 tjera, por nuk është kjo kryesore, kryesore është çfarë do ofroj edhe me listën që del sot, por si do ofrohet me publikun po të kemi parasysh që qeveria ka kohë që e kanë nisë fushatën, qeveria ka kohë që e kanë ndarë raportin atyre që janë listë sigurt me ato që do të kandidojnë në listë të hapur. Presim çdo të ndodhë sot me emra të rëndësishëm që kishim zotin Sula. Pse e themi për shembull që është i rëndësishëm? Për shkak se edhe në primaret që Berisha i konsideroi si shumë të rëndësishme për Partinë Demokratike, ai doli në qarkun e Elbasanit, doli më i votuar. Atëherë në fakt ka qenë një nga deputetët më aktiv në radhët e Partisë Demokratike. I qartë po nëse ti në primaret vërtet the që nuk është kusht që t'jesh në listë mbyllur, por kur nuk është as listë në hapur, atëherë për çfarë vlen primaret që ke bërë, dhe a do ketë efekt kjo pastaj në votim? Dhe reagimin e tij ka nisur me listë fituese apo listë për një përfitues, zoti Sula, në reagimin e tij? Shiko, përjashtu këtu emocionin, unë mendoj që zoti Sula ka qenë nga ata që ka qenë i qartë, dhe ajo që beçoi ai dhe që mund të jetë i shtueshme nëse është e vërtetë, është që më hoqën si spakist. Pra, për shkak të mbështetjes së tij të vazhdueshme ndaj drejtësisë dhe organeve legjislatuse, ai është përjashtuar nga lista, të paktën këtë dha si arsye. Domethënë, nëse është kështu, atëherë i bie që zoti Berisha po ndërton një grup parlamentar që ka të qartë vetëm betejën me spakun apo domethënë shkrirjen e spakut. Dhe njoj një alternativë opozitare që mund të sjellë edhe ndryshimin që kërkojnë dhe votuesit. Kjo do të dëmtonte shumë, sepse kemi të bëjmë përballë një institucioni që vazhdon të ketë mbështetje shumë të madhe publike. Po, besueshmëria në publik është vërtet. Nga ana pragmatiste, ti mund të kishe marrë atë, sepse ka thënë dhe bashkë në diversitet. Dhe meqense, për shembull, zoti Bardhi ka thënë që unë mbështet spakun. Edhe zoti Sula mbështet spakun. Atëherë do kishte mundësinë që të merrte atë lloj ndryshimi timoni për të thënë që vërtet ne e kemi kontestuar, por e mbështesim drejtësinë, sepse drejtësia është ajo që po i bën njerëzit të japin llogari. Në fund fare, nëse nuk jep llogari dhe nëse nuk marr përgjegjësi, atëherë nuk po flasim më për demokraci. E qartë, kalojmë pak në situatën në Partinë Socialiste, pasi kryeministri Rama ka ndërmarrë një proces të gjerë ndryshimesh brenda PS-së. A mendoni se rifreskimi i listave, afrimi i emrave të rinj, mund të themi është një përpjekje për të pastruar imazhin e Partisë Socialiste për shkak të zhvillimeve të fundit lidhur në raport me drejtësinë? Partia Socialiste nuk ka pas probleme me emrat. Domethënë, zakonisht emrat debatohen tek e djatha apo të partitë të tjera. Në Partinë Socialiste vendos kryetari dhe të tjerët janë pastaj tundin kokën dhe kjo është një politikë e vjetër. Pra, nuk është një shenjë ndryshimi, është një shenjë kontrollit të brendshëm që vendosë Rama për listat. Shiko, ai, domethënë, nga ana pragmatiste elektorale, ai ka maksimalizuar betejën e atyre që kanë vite që janë deputet, që kanë qenë drejtues të mëdhenj, domethënë, dhe që mendon që njohja në terren i bën të votueshëm. Dhe në logjik, deputetët e rinj që nuk e kanë këtë njohje, që nuk e kanë këtë rreth njohje, që nuk e kanë këtë përvojë, që nuk kanë bërë favore gjatë kohës pushtetit, domethënë, e kanë më të vështirë të marrin vota sesa deputetët që kanë vite, që kanë drejtuar institucione, që kanë qenë parlament. Kështu që
mendoj që ka gjetë një rrugë për të marrë maksimumin e atyre nga ata persona që të themi janë shumë publik. E qartë, por nuk e shikon si strategji të këtij rinovimi që ka bërë Rama si pasojë një presionit të brendshëm dhe të jashtëm të faktorëve politikë që po kalon Partia Socialiste. Për shembull, por mua është e pamendueshme pse duhet të vizte Erion Braçe nga Divjaka në Tiranë. Kjo tregon hapur që mund të ketë qenë veto e Ballukut që Braçe mund të prish punë, nuk është në linjën e saj ose duke qenë një njerëz që po ta shikojmë gjatë kohës më rëmend nuk ka nguruar të bëjë debate, ka përjashtuar një njerëz që replikon për gjërat që nuk shkojnë edhe që e ka veçuar. Pra ka ndërtuar një skuadër që vetëm tund kokën kur flet zonja Balluku. Vetëm kjo e shpjegon ardhjen e Erion Braçës në Tiranë. E qartë. Duket e qartë që ai ishte pak kënaqur. Po të lexojmë dhe rreshtat e Petrokocit që e tha edhe direkt në studio, domethënë me Olën që tha nuk bëhem balerin, pra për kë e kishte, pra nuk mund të rrotullohet sipas dëshirës një personi, sepse kemi të bëjmë me një figurë historike të Partisë Socialiste, pavarësisht që mund të ketë patur një çarje por... E përmendi në fakt edhe në fjalën e tij kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha për Petro Koçi dhe gjithashtu dhe afrimin e Cenoklosit, i cili është në hetim nga SPAK. Në këtë moment më mirë do ishte që Berisha të shifte ç'a nuk shkon dhe ç'a shkon dhe mos ketë zëra tek lista që do prezantoj sot, pastaj në fushat mund merret padyshim, ajo që tha zoti Petro Koçi është shumë e rëndësishme që unë ftoj që ata njerëz dhe me sa duket e kishte edhe për Cenoklosin, që kanë probleme me drejtësinë dhe që ai është një person që ka probleme me SPAK-un, sepse SPAK-u ka hapetimin e tij, mos kandidojnë. Pra, ai kishte shqetën shumë të qartë tek ata njerëz që kanë mbështetur këta persona që edhe pse kanë probleme me drejtësinë, sot po shkojnë te një listë për të marrë një imunitet në parlament. Gjithsesi, arrestimi i zyrtarëve të lartë për çështjen e incineratorëve ka shkaktuar bujë të madhe, problemet që kanë me drejtësinë eksponentë të ndryshëm të Partisë Socialiste. A rrezikon kjo çështje të dëmtojë Partinë Socialiste në këto zgjedhje të ardhshme? Mënyra se si po luan zoti Rama edhe kontaktet e tij, kjo këmbgulja për të komunikuar çdo ditë me atë linjën e vet, domethënë kontaktet që ka me grupet e punës që nuk e ka bërë më parë, tregon që prangosja e zotit Veliaj domethënë ka lëkundër atë lloj sigurie që kishte zoti Rama, domethënë për atë marrjen e mandateve me shumicë, domethënë një qeverisje e sigurt, një qeverisje me shumicë votash dhe mund të ketë një ndikim jo të vogël në zgjedhje. Kështu që besoj se Rama po tenton të mbush çdo lloj hendeku që është hapur për shkak të drejtësisë. Po në deklaratat e kryeministit Rama keni parë një distancim apo mbrojtje të figurave? Si është pozicionuar? Shiko, ndryshimi i BEF pas zotit Veliaj tregoi që ai, domethënë, lejon për shkak të pushtetit që të thosë shqiptarëve që unë jam ai që bëj drejtësi, po jo ti prekin ato shina, domethënë, se ma thuaj ku është e shkruar në ligj që po që prangos kryetarin e Bashkisë së Tiranës, ke kalu masën. Në cilin ligj? Në cilin nend kushtetutës është që po preke këtë apo këtë, ke kaluar masën. Pra, ideja që ai u drejtua që tani boll e kaluat masën. Pra, ai vetë ka menduar një kufi që mund të lejoj, po jo deri në atë pikë sa mund t'i cënojnë pushtetin. Edhe leximi i mesazheve anonime në mbledhje grupi, kërcënimi që mos t'i afrohen telefonit të tij, tregojnë të gjitha këto që ai normalisht përdori një gjuhë për të garantuar shumë nga ata që po bashkëpunojnë që nuk do jetë një person që do të lejojë këtë do të thetohet, po do t'i mbrojë. Dhe do rritë duar kryq pa reaguar. Flasim pak për sistemin zgjedhor, listat e hapura të mbyllura. Për herë të parë në këto zgjedhje po zbatohet një sistem i kombinuar mes listave të hapura dhe të mbyllura. Çfarë do të thotë kjo për procesin zgjedhor dhe për votuesit? Kjo në fund fare vështirëson shumë mundësinë atyre që duhet marrin shumë vota për të hyrë në kuvend. Se për shembull, ti mund të marrësh edhe 30.000 vota dhe 40.000 vota, por partia që kandidon ti mund të marri kuota vetëm aq sa mund të jenë për shembull listat e sigurta në një qark. Për ta kuptuar më qartë, pra favorizohen partitë e mëdha apo jepet më shumë hapësirë kandidatëve individual dhe partive të vogla? Ky lloj sistemi. Partive të vogla këto i vdes, domethënë, sidomos në Shqipëri që nuk arritën dot me bërë koalicione të mira, domethënë të gjera, kjo mund rrezikon që votat e tyre të shkojnë në dëm. Unë po flas për ato raporte listash, për shembull, me fjala PS-ja ose PD-ja, më shumë kanë të sigurt në listën e Tiranës 12 deputet. Po. Dhe pjesa tjetër është zgjedhje e lirë.
e zëm se PS-ja merr 12 ose PD-ja merr 12. Sa do që të marrin ata që janë listë hapur 20.000 vota, 30.000 vota, 40.000 vota, ata nuk hyjnë dot në kuvend. Pra, parimisht duket sikur ti ke hapur rrugë atyre që kanë shumë vota dhe që mund marrin vota dhe që duan të shkojnë në parlament me votat e tyre, por mundet që atyre të shprehë rrugën. Pra ti kesh ngushtuar hapësirën për të shkuar në kuvend. Domethënë, pra, ka një logjik që duke sikur ishte një favorizim për listat hapura, apo në fakt nuk është kështu. Për shembull, unë e konsideroj të goditshme edhe ato që bëri zoti Meta që nuk pranoi të ishte në listën e mbyllur në Fier, siç ishte pranuar më parë nga zyrtarët e Partisë së Lirisë që i kishin ofruar një vend sigurt domethënë. Por mua po të pranonte atë, do të tregonte që ishte thjesht një deputet liste, domethënë do ishte një në rrallën e nuk ishte komandant Gazbardhi për shembull në Fier, po të ishte ashtu, domethënë dhe do ishte thjesht një deputet i rrallës, i listës. Duke këmbgulur që jetë në listën e hapur, fakt ai domethënë vuri bast vetveten dhe autoritetin e tij për treguar që un kam vota ende. E qartë, mirë, Gimi të falenderoj për të gjithë analizën që bëre, e sigur që zgjedhjet e 11 majit o do të sjellin një ndryshim të madh politik ose do të konfirmojnë status quo, këtë mbetet për tu parë më 11 maj. Dy rrugë janë. Mirë, të falenderoj shumë për këtë bisedë. Do të shkojmë tani live me kryeministrin e